Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Sot pra njush në fakt do të vim me lëvizjet më të fundit nga Brikena Selmani, e cila pas një rrugtimit shumë të bukur, pas një muaji të mjaltit në thelb, që bëri me Mateon në Turqi, që u argëtuan, nuk kënaqën, e shijuan të gjitha të luks të papar, të gjitha të komoditet, të gjitha të kënaqësi, domethënë ambienti ku ato në fakt ishin te i kalonte jashtë normalitetit, te i kalonte çdo gjë. Dyshja tashmë kanë udhëtuar drejt ambienteve dhe drejt familjeve të tyre. Brikena aktualisht ndodhet në Prishtinë, ndodhet në Kosovë, ndërsa Mateo ndodhet në Shqipëri, ndodhet pranë familjes së tij, pranë jetës së tij, janë rikthyer për ditëshmërisë. Brikena ditën e djeshme ka hedhur një story në Instagramin e saj nga dhoma e ndenjës, ku duke që është një dhomë e areduar goxha bukur, do me thënë Brikena të qenurit mis, të qenurit princes e ka ëndëruar gjithmonë, sepse dhoma ka po atë stilin e barokut që lidhet pikërisht me këtë jetën e luksit, me këtë jetën e princeshave, do me thënë i preferon, i pëlqen këto lloj stile të jetës. Brikena ka pyetur publikun se ku preferoni ju mua që të më shikoni, do me thënë ka bërë një lloj pyetje ku realisht publiku tashmë i jep përgjigje. Kjo nuk kupton që Brikena ka lënë rrugët të hapura dhe janë në bashkëbisedime me televizionin Top Channel për të nisur rrugtimin e sezonit të ri, sezonit 2026-2027 apo 2026 nga shtatori, ku Brikena do të ketë një rol të veçantë në televizion. Tani, si pas logjikës time, do me thënë duke e përdorur logjikën time në këtë mes, mendoj që Brikena do t'jetë e fokusuar tek pjesa e trotuarit, aty ku do t'jetë edhe në këndin apo në panelin e opinionistëve të ngjarjeve, të situatave, të temave, po qoftë edhe të historive të Big Brotherit që do të krijohen në sezonin që vjen, sepse Brikena ka vetë një histori dhe mendoj që të komentuarit një histori të krijuar është një mesazh shumë i bukur dhe mendoj që do të jetë shumë e pranueshme dhe do të jetë shumë e duar trokitur nga publiku. Brikena duke që tashmë është relaksuar, por dëshira e madhe e saj për të qenë aktive, për të sjellë story, për të sjellë poste, për të qenë sa më afër publikut, e bën që aktivitetin e saj të medias ta zhvilloj sa më shpejt. Është kjo që unë e kam thënë gjithmonë, media të bën që të jesh sa më afër dhe të lidh jashtëzakonisht shumë shpirtërisht.